se një herë një plak. Kur të vi fundi i jetës, a do t'jenë ata ëngjëj të mirë të ta çojnë në parajs? Po këto ëngjëjt e zhbëlshave, si do t'jenë? Ti ndjeki. Flasim të ma, po thash nga që jemi angjë. Nga që mishte i këzëri, prandaj ashtu. Sa bukur është të jesh angjë. As njeri nuk të shikon. As njeri nuk të dëgjon. Dosha të tregoja se qa kam mësu në Akademinë e Ëngjëve. Qa ke mësu në Akademinë e Ëngjëve? Kam mësuar që mund futem ke trupat e tjerve, ja shiko. Kam mësuar që mund futem edhe me kokë, ja. Nuk punon. Normalisht që nuk punon. Jemi të dy ëngjëj. Pse duhet një njeri dhe një ëngjëll? Një njeri, një ëngjël. Nuk i punon as këti. Misioni! Misioni që kemi ardhur. Ku është? Ja, ku është? A i është? Atë do marrim. Sa mirë, shkreti të ftesi. Qa ta pash? Zgjoje ëmbëlsisht. Mirë. Zgjau, të shkosh u shani aksion të plasi lufa, zgjau! Mos fishni brekët! 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 Ti esh njeri brekët, Caca, nuk esh njeri brekët. Nuk ti esh njeri brekët, pa merak. Gjaja, ne, ty... Mi sardët njëre bitë mi, me sardët. Nuk jemi bitë tu. Jemi ëngjëj. Ëngjëj. Jemi sardët o bitë mi. Nuk jemi bitë tu. Jemi ëngjëj. Mi sardët o bitë mi. Perdo, nuk jemi bitë tu, jemi ëngjëj. Gjaja, ne, ty, ata, ne, se... Nuk e pëjtot. E kam shumë vështirë. Normal që e ketë vështirë. Duhet të përdorësh metaforën e lules. Si është kjo? Dëgjoj, Xhaxha. E ke parasysh lulja që cel në pranverë? Vjen dimri edhe. Qëse? Lulja, Xhaxha, është lulja? Vjen dimri edhe. Qëse? Lulja, Xhaxha, është lulja? Vjen dimri edhe. Qëse? Do vdesësh, e kupton apo jo? Do vdesësh, nuk do t'jesh mo, se ma hoqet rruin. Unë do vdesë? Do vdesë une? Qëse? Unë do vdesë? Po e shkretu. Pite mi, e ndjej se po vdesë. Por, para se të vdesë ama, kam një porosie, pite mi, kam një amanet. Amanet Shqipërinë, o bi. Pa merak. Po e shkretu. Po më duke se po vdesë. E ndjej që po vdesë. O shkretu. Halleluja! Halleluja! E quna! Se arroj Xhaxhaje. Pa se vdes ka një porosione. Atje por si tajt komos time keni 18.000 lekë në pensionit tim. Nga këto 5.000 lekë, 5.000 lekë do mja qoni Kasemit. 3.000 lekë do mja qoni Novruzit. Edhe 200 lekë të tjera do mja qoni Nakos, gruasish kooperativistit. Mirë, Xhaxha, pa merak. Më duke si po vdes. Ndi që po vdes. A shkretu, zemë. Halleluja!
sekonde. O çuna. Ai çuna, dëgjojnë Xhathomaj tu. Xhathomaj? Nuk e sotiri ti? Sotiri? Po sotiri është një kat më poshtë çuna. Pas kemi ngatru person. Na fal Xhaxha, për shqetësimi këto I keni të gjitha të pagume? Ne kishim biletën për sotirin, po bileta falas është I hajde sot pas 2 vjetësh e ke radhën, s'ka problem. Ashtu e di sot, ja fu sotirin tonë. Futja. Po sa mirë. O çuna, rrugë gjatë? Çka? Po si kështu, e shkoj mirë ashtu? Mirë. Do të përgatitemi ne që të nisëm, ha? Me çik do xhaj atje poshtë ndej ti ke I kuti atje boqelli atje ashtu me ngjyra ashtu, ha. Ma si çik do xhaj tu atë, ha? Kjo. Hape shpejt, s'kemi kohë. Hape. Shiko ç'çash një aty, një kaish aty. Ha, po jep aty shokut tënd, veri anë qafti shokut tënd. Po çuna, nxitoni çika nxitoni, sa më ngaftë qeni. Ha, shiko se jagun, fërgoj çik shpejt aty. Ha, shpejt. Oh, të keqen. Oh, të keqen çuna. Ha, shu bukuri, shiko. Shkëlqen, ha? Asi harroni e xhaxhajt, ju dukeni mas 2 vjetësh e djema. Halleluja!